Përkundrazi, në njërën ditë kishte vlerësim në maksimal për punën time, në ditën tjetër thoshte nuk mund të mbështes sepse e dua një president që nuk merret me politikë të jashtme, kaq e thjeshtë. Nuk po hy në detaje. Nuk po hy në detaje të tjera sepse kanë qenë disa arsye time banale, ta zëm pse ke kërkuar që FSK-ja të ketë kushte më të mira, sepse unë kam dojtë dhe kam folë publikisht që ushtarakëve të FSK-s është e pafalshme që mos t'u japën shtesat për rrezikshmëri, shtesat për punë pas orarit, mëditjet për trajnime mbi një muaj, e shumë çka tjetër që ju takon me ligj. Pastaj kam propozuar një 7 pikësh se si mund të ngritet mirëqenia ushtarakëve të FSK-s. Kam folur publikisht për faktin që edhe policisë duhet të ngritet mirëqenia, sepse për mua në një situatë kur këta djemë e vajza në baza ditore rrezikojnë jetën për mbrojtjen e integritetit territorial të Kosovës. Dhe tani, domethënë jemi në muajin e 6, që 6 muaj nuk i marrin shtesat policia që u takojnë. Pastaj rrobat të cilat kanë të drejtë që t'i marrin çdo 6 muaj sipas rregullorës për vite të tëra nuk kanë marrë të reja. E shumë të drejta të tjera të cilat janë kushte bazike që ata edhe të kenë motive dhe të ndihen të përkrahur. Pra nëse unë si presidente kam folur pro kushteve të tyre, kam ngritur zërin për ta, nuk e kuptoj pse i ka penguar kaq shumë. Në vend se të ulemi dhe ta zgjidhim këtë çështje, po janë komandante supreme. Komandante supreme, por na thuaj kështu. Absolutisht. Këto kërkesa dhe shqetësimet të juaja për ushtrinë dhe kushtet e tyre, ja tha direkt Kurtit apo i kishit thënë në publik e pastaj ati ngeli hatri? Jo, ja kam thënë edhe... Keni argumentuar, keni insistuar me të që këto janë të domosdoshme për ushtrinë? Natyrisht, do me thënë për vitet të tëra, ne kemi insistuar që ushtrisë ti japen shtesat e rrezikshmërisë. Dhe nuk kam qenë unë e vetëm, ja ka pasur njerëz të tjerë, po mos ti përmend tash në publik që me ju nxjerr ndonjë problem. Pra janë thënë edhe në takimet e brendshme, pastaj është thënë edhe në publik, mirë po unë nuk e kam parë këtë si arsye për me ndërprej bashkëpunimin. Në qoftë se një president shteti insiston që të rritet mirëqenia e policisë dhe ushtrisë, ajo për një kryeministër duhet të jetë arsye për të ulur së bashku dhe për të gjetur zgjidhje, sepse mirëqenia ushtarakut dhe policit nuk mund të shiqohet thjesht nga mendësia një kontabilisti, i cili thotë nëse ju japim këtyre duhet të gjithëve. Po ne kemi prioritet shtetëror, sigurinë e shtetit tonë, dhe natyrisht është bërë shumë mirë që po investohet në armatim, por për te armatimit ne duhet sigurohemi që polici dhe ushtaraku ndihen të mbështetur, ndihen të motivuar, ndihen që mirëqenia atyre nuk po shkelet dhe pastaj mos të përballemi me situata ku shumë prej tyre largohen. Pra unë kam pasur detyrim se unë kam qenë presidente e këtij populli, prandaj edhe po them që këto çështje që janë interes i popullit, që janë interes i shtetit, që janë interes i sigurisë nacionale, nuk mund të trajtohen nga mendësia e kontabilistëve. Duhet të trajtohen nga mendësia e interesit nacional dhe sigurisë nacionale. Dhe nëse një presidente të beson aq shumë, sa çdo ditë i ngrit këto çështje me ty dhe ulet dhe tenton me i zgjidh këto probleme, atëherë ti duhesh me tentu me i zgjidh e jo me përdor këtë si justifikim për mos vazhdim të bashkëpunimit. Pra, kanë qenë gjëra të tilla, i takon së kaluarës.